them for me to translate it? Yeah, that'd be great. Që shokon mas si të kanë qitë të punës, mas 6 gushtë, atëherë ka qenë, radhën pak për sa po, aja është një ndër periudat më të zeza, më të errëta për popullin tonë shqiptar. Kam fjalën njëkohësisht edhe për mua. Me njëherë momentin e largimit nga puna, një ditë s'kom lajt këtu, me njëherë hyp autobusit Prishtinë-Sarajevo, edhe më shkoj merr me punë ndërtimore. Kom marru maltere, kom bajt bloka, kom thy betone, domethënë për me siguru ka fshatën e gojës, mos më varr për dikujt tjetër. Kom punu në Sarajevo deri sa ka kris lufta në Sarambosni. Në 90-ën e kanë qitë, 90-ën në Pranver, për më duket të bashkëqashi, u baja të lëvija me ata dhe mos ku mujt me ju marrë të shpia, kom tentu me shku në Sjenicë, më kanë këthy, më kanë lënë me shku. Sjenicë më kanë këthy, policia, ushtria, ka unë zba me shku se u luft në Bosnë, nuk kem shku mo. Faktikisht, kom fillu me punu në arsim. 93-ën jam hy në arsim. Kom punu një vjetë si profesor i matematikës dhe lëndës fizikës. Kër e kena kry vitin shkollor 93, qershor im shku në Gjermani, kom nejt 3 muj dit. Si tonë shqiptarë të azil që shkeshin, si kom marrë 10.000 marka në Gjermani, për 3 muj dit, jo marrë të shpia. Kom punu në ndërtimtari në shtap. Jo marrë të shpia dhe me që ato dhe sa i kom hargju që ato 10.000 markë. Sa më kam bëhë dhe pare? Po më kam bëhë 10.000 markë, ka pare e madhe u konë, u kom pare e madhe, kam bëhë shumë. Po në bashkësi me vllazninë me nonën, e me gruan e me fëmijë, kom kontribuju, kom am vllaznive pare, shku tash i vllaznia mi në Gjermani, 2 kom në Gjermani, me pare të mia shkuë. Edhe një në Suedi. Jo met pa pare më shku, prap kom najt 3 javë ditë në Gjermani. Prap im shku, në Zezën, si zakonisht tonë shqiptarë të hyp autobusi, shkon në Zezën, ku finin ilegalisht. Gjithë kom kalu vetëm pan për ndihmën e kërkuj, kom shku, kom najt pak, kom punu 10-12 ditë, vllaznia me ka 1.000-2.000 marka, e marrë dhe 5, me që ato e kom shty dhe 97. 97 janar, im shku në Gjermani. Me një Moskviq të keq, e kom pas bële, e im shku në Gjermani dhe rinë kufi me Austri, me Moskviq. E kom marrë një shaq për Mitrovice, edhe ja kom marrë Moskviqin më këthy knjena. Ja kom marrë paret, më këthy knjena, edhe Moskviqin më këthy knjena. Unë hyp në tren në Hungari, me shku dhe në Vjenë. Pe Vjenë, im shku me një taksi dhe në kufi të Austri-Gjermani, im shku në Gjermani, kom punu 7 muj dit. 7 muj dit i kom marrë 15.000 markë. E me 15.000 markë i marrë dhe kom ndërprej bardhon e punës me letra. E kom fitu statusin me najnë Gjermani. Në qatë kjo, me letra, se punoj ke me letra, e fitoj shë drejten. Edhe ju marrë në luft. Momentin 28 orë e kom shku Gjermanin, ju marrë luft më kur që më shku në Gjermani, dhe vitin e kalu më 10 ditë që kom najtë. Faktikisht, që kjo është aja faza që jena obliguë. Unë e kom pas fat që kom punu, po dikush s'ka pas fat edhe ka hik me të shumë vështërsina e ka siguru mbi jetesën, ushqimin, për fëmijë, për njerëz kështu. Po fal familjeve, shumë kanë kontribu shqiptarë të një tjetër e kanë majtë gjallë këto. Me pëlqitjen e luftës e dim rrethana aty që zhvilluar qytetësene. Shkart zot, kallëzoj shkurt tash.